Në 12 maj jemi mbledhur me këtu. Pra 2 muaj para, prokuroria për krime të rënda nuk ka kërkuar arrestimin. Ka regjistruar procedimin. Tjetra, në datën 8 është bërë operacioni në Greqi, 8 maj. Nuk është sakt? Po? Tani unë po doja avukati ja tregoj vendimin, po se e kam këtu. Nuk e kanë fjalën proceduralisht. Unë procedura më nxjerr sekreti, kështu se kam probleme nxjerr prap. Procedura më nuk di sekret apo. Ty vjen presë në dera, në zakon nuk është. Po ta them, dosja nuk filloi kur vjen letër porosia. Nga Greqia. Po them hier, procedim, nuk Nëse do të flasom, nuk kam shku të urdhër arresti, jam akoma. Them, a kanë ndjeni autoritetet tona apo jo? Dhe po them, në datën 4 mars, vetëm një pyetje, e ka nisur procedimin me kërkesë të Greqisë pra një aksion të përbashkët apo jo? Atëherë, Blendi, në muajin shkurt, policia greke dhe shërbim dhe zyra e DEA-s në Athinë kanë bërë një kontakt në shkurt të këtij viti, një takim ku ka patur përfaqësues të policisë shqiptare dhe ata kanë bërë të ditur që kërkojnë bashkëpunimin e autoriteteve shqiptare për të luftuar një grup ndërkombëtar të lëndëve narkotike, që si DEA amerikane. DEA amerikane, dhe pse është futur DEA, dhe po të sqaroj edhe pse është DEA. DEA nuk merret me hashashin, merret me gjëra të mëdha. Është futur DEA sepse në 17 prill të vitit 2015 është kapur një shtetas britanik i cili transportonte 23 kg kokain nga Ekuatori duke e futur në kryeqytetin britanik në Londër dhe ka rezultuar që ai po e bënte këtë trafik për llogari të këtij grupi. Dhe zbulimi i një rruge nga Ekuadori sa kile? 23 kg. Dhe kjo ka bërë që shërbimet amerikane zakonisht DEA ndjek drogat e forta. Dhe kjo është objektivi kryesor i tyre. Kjo ka bërë që ata të interesohen dhe derisa një vit më vonë, pra në shkurt, kanë bërë takimin me palët shqiptare, i kanë thënë kemi të bëjmë një grup të strukturuar mirë, është një grup i fuqishëm, i shtrirë mirë në disa vende të Evropës qendrore dhe perëndimore, dhe por e ka bazën në Shqipëri dhe në Greqi. E veçanta ishte që personi i cili rezultonte si truri i organizatës, pra si financuesi, identifikohej me Nofkon Keli. Keli është Nofka shkurtimi i emrit Kelmen. Dhe ai nuk është rezident në Greqi, pra është rezident në territorin e Republikës Shqipërisë. Në këtë moment autoritetet shqiptare kanë filluar punën mbas të dhënave që kanë patur andej, dhe prandaj oficerët e DEA-s të Athinës, pra të zyrës të DEA-s në Athinë, kanë ardhur 3 herë në territorin shqiptar deri në maj sa është bërë publike çështja. Përse nuk u ndalua? Përse nuk u ndalua? Pyetja është e thjeshtë. Atëherë pse nuk është ndaluar? Dhe ka një histori shumë të veçantë, besoj juristët do ta shpjegojnë më mbrapa, se